Muslimanët në Amerikë. Muslimanët në Amerikë janë një komunitet i larmishëm dhe i ndikueshëm që reflekton diversitetin e gjerë të botës islame. Për të përshkruar më mirë këtë grup, duhet të konsiderojmë disa aspekte kryesore. Prejardhja. Muslimanët amerikanë vinë nga shumë vende të botës duke sjellë me vete traditat, kulturat dhe gjuhët e tyre. Kjo larmi është një nga karakteristikat kryesore të komunitetit, duke bërë atë shumë të pasur dhe të ndryshëm nga vetë Islami global. Grupet e mëdha vinë nga vende si Somalia, Pakistani, Bangladeshi, India dhe Egjipti, por edhe vendet e tjera si Turqia dhe të lindjes së mesme. Muslimanët amerikanë përshtaten dhe integrohen në shoqërinë amerikane me shkallë të ndryshme. Disa familje përqendrohen në ruajtjen e traditave të tyre, ndërsa të tjerët janë më të integruar në jetën e përditshme amerikane. Praktikat fetare ndryshojnë ndjeshëm brenda komunitetit. Disa muslimanë janë shumë të përfshirë në aktivitete fetare të tilla si namazet në xhami dhe agjerimi gjatë Ramazanit, ndërsa të tjerë përfshihen më pak, për dallim nga perceptimi i përgjithshëm. Muslimanët janë të larmishëm edhe në praktikimin e besimit të tyre. Ata kontribuojnë në shoqëri. Muslimanët amerikanë kanë kontribuar në çdo fushë të shoqërisë amerikane, nga shkenca dhe teknologjia deri në politikë, art dhe biznes. Kontributet e tyre ndryshojnë nga individi në individ dhe si grup kanë kontribuar në pasurimin e shoqërisë amerikane. Perceptimi dhe diskriminimi. Muslimanët amerikanë mund të përballen me perceptime negative dhe diskriminuese, veçanërisht pas ngjarjeve të ndryshme globale të sigurisë. Kjo është një sfidë e rëndësishme që kërkon përpjekje të vazhdueshme për ndërtimin e kuptimit dhe tolerancës harmonik. Rëndësia e unitetit. Edhe pse larmishëm, muslimanët amerikanë ndajnë besimin në Islam si një faktor unifikues. Kjo shpesh ndihmon në ndërtimin e vëmendjes ndaj interesave komunale, sepse ajo është edhe një udhëheqës fetare. Bashkohuni mes veti dhe mos u përçani. Organizata ekzistojnë shumë, organizata fetare dhe jo fetare që i përfaqësojnë interesat dhe problemet e muslimanëve amerikanë. Përfundimisht, muslimanët amerikanë janë një grup me diversitet të madh, të cilët kanë kontribuar dhe vazhdojnë të kontribuojnë në shoqërinë amerikane. Edhe pse përballen me sfida të caktuara, një pamje plotë e këtij grupi kërkon një analizë të hollësishme, duke parë atë nga perspektiva të ndryshme. Padyshim që roli i muslimanëve në Amerikë ka qenë dhe do mbetet një rol shumë i madh